Megjithëse paraqet rrezik dhe është bërë publike për disa javësh, deri tani nuk është marrë asnjë mas për skarpatën në rrugës së Arbërit në afërsitë të tunelit të Murrizit në fshatin Maristë të Tiranës. Skarpata vijon të jetë e çarë dhe e rrezikshme për të gjithë drejtuesit e automjeteve që qarkullojnë nga Tirana në drejtim të qarkut Dibër. Siç duket nga pamjet, pjesa e betonuar e skarpatës është çarë dhe rrezik për të rënë në asfalt. Deri tani jo vetëm që firma Gjoka Konstruksion nuk ka marrë asnjë mas për parandaluese për pengimin e vijimit të shembjes, por nuk ka vendosur as sinjalistik që të paralajmërojë drejtuesit e mjeteve apo të devijojë lëvizjen në afërsi të zonës së rrezikshme. Megjithëse rreshtet e shiut janë ndalur dhe rreziku është ulur, skarpata e rrugës në afërsi të tunelit të Murrizit përbën një rrezik dhe frikë për të gjithë drejtuesit e mjeteve që qarkullojnë në drejtim të Tiranës dhe Anasjeltas. Jashtëkamrës drejtuesit e mjeteve kërkojnë që të paktën të vendosë sinjalistika informuese për problemin që ka skarpata në këtë pjesë të rrugës. Dëmtimi i skarpatës së rrugës së Arbërit nuk ishte i vetmi ky gjatë muajve të fundit, pasi ka patur edhe në afërsi të Zaldajtit, si dhe në fshatin Planibardh të bashkisë së Klosit.